Premiera e shfaqjes 5 fytyrat e heshtjes me regji të Ilir Bokshi në Teatrin Migjinë në Shkodër riktheu formatin e veçantë skenik, ku publiku ishte i vendosur në të njëjtën platformë me aktorët. Drama rrëfen historinë e një familjeje që jeton nën kontrollin dhe dhunën e Billit, një figurë dominuese që abuzon me bashkëshorten e tij Merin dhe 2 vajzat e tyre. Në thelb të saj, shfaqja trajton ndikimin afatgjat të abuzimit, duke treguar se si ai vazhdon të ndikojë jetën e viktimave dhe kur abuzuesi nuk është fizikisht i pranishëm. Pas përfundimit të shfaqjes, aktorët u ndalen tek mesazhi i fortë që përcjell kjo vepër. Është një temë shumë e rëndë, që kërkon edhe përqendrim, edhe forcë, edhe kuraj me marrë me trajtu këtë material. Kemi arrit me kriju një shfaqje e cila i flet shoqënisë shqiptare kudo. Sa herë që zosh mëngjes që lajmet, edhe shë parafërsisht rrasë si kjo. Sado që ne përpiqemi të themi që jo jemi shoqëri më demokratike, shoqëri më të hapura, të cilat duket sikur këto ngjarje ndodhin dika jashtë, këto nuk janë raste të izolume. Vetë historia e kësaj shfaqje është një ngjarje trisht, është dhuna në familje, është dhuna psikologjike, dhuna seksuale, incesti. Kështu që këtë ngjarje i ndim jo vetëm në Shqipëni, në mentalitetin shqiptar, ku fatkeqësisht ka raste, por edhe në përbot. Kjo shfaqje shënoi gjithashtu debutimin e aktores Ina Morinaj si pjesë e trupes së Teatrit Migjeni. Teatri Migjeni është shtëpia ime dhe unë sa herë që vi ndjem mirë, po tani jam bërë kështu vëndali me letra të plota. Ndaj ishte një kënaqësi e rrallë. Jam shumë e lumtur që është pritur kështu shfaqja dhe i ftoj të gjithë të vinë ta shohin në Teatrin Migjeni. 5 fytyrat e heshtjes do të vijojë të shfaqet edhe me datën 22 mars në orën 19, duke ftuar publikun të përjetojë nga afër një dramë të fortë psikologjike dhe sociale.